20 vjeçar që i dën delet. Pasuria afër 300.000 euro është goxha pasuri. Më ish me bo një jetë luksi, po jeta luksit. So që t'jep në sen, këta t'jopin diçka. Delet të mëdhaja, këtu shtamon të mëdhaja, i kam diku 500 copa, kajt komplet. Ta kam babën gjallë, jem gjendje mi vodhë 2000 copa, se vetë me babën një di sa kam kapacitet. Po tani kurse kam babën s'kam kranje, për punëtor u bosh shumë problem. E pagun punëtorin 800 euro s'vjen, ose 900. E ka bukën e hek, cigaren e hek, s'vjen. E veç një shtak, kam e morë kom i nëshullën, tas me mjela s'kryshë. Po e vërtet, asun s'ja kom ditë lejër me i farvokti, po që tash t'ja di. Këtë punë nevojone, për shembull gryem, don me qef, mon marë, që s'do neja ka punë të shpijes, mu me najtë të shpija, normal. Unë mjafton bukën me ma bohe, qëto sene, ka shpija me najtë babus në nanës gati. Tjera të është në regull me mu. Si thon paqare ki marrë të dhenë, që më të dhenë jam vetë. Një ri mundet me më thonë, jam du dash më verë me bibliokteri, e ka derën që il marrë me morë, bile 5 sopa dhenë falja dhe. Përshëndetje miqdashur të Mediumit Tiranë. Sot kemi ardhur në fshatin Grashdanek të komunës së Prizrenit me taku një djalë të ri që ka dele edhe është shumë marak në qe dhe gjithçka që ka të bëjë me natyrën edhe shpezet në përgjithësi. Ai quhet Granit Shantiri edhe kam na fol pak më shumë për jetën e tij edhe çish ka fillu krejt kjo dashnia që e ka për delet edhe shpezet në përgjithësi. Granit, përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Mirë se u gjetëm. Si po kalon? Mirë, alhamdulillah. Çish je me shëndet? Mirë, Çish po kalon? Çish janë ditë e juaja këto? Mirë që si ditë e zakonshme si fermer që jena. Djali i ri që e ke bërë një intervistë tjetër edhe që të kanë ndosh shumë njerëz të ke po që të kanë respektu shumë për punën që e bën. Po, tash rollën e kush po e bën me qef, si unë jam mësuar prej vogël me çit punë. Sa vjet i ki, Granit? 21 bëj tash. 20 vjeçar që i dën delet. Po. Kur ka fillu kjo dashnia jote? Po kjo ka fillu qysh i vogël, prej moshës 5 vjeçare. Prej moshës 5 vjeçare, domethënë ka fillu kjo dashnia. Po. Jo merrni mati me këtë puna? Po merrna prej moshës 5 vjeçare me babin prej i vogël i moj men me lënë kështu t'jena mësu. Apo më tregon pak për këtë fshat, po duket shumë vend i bukur, afër e kish edhe autostradën këtu. Po e jena. Po vend nështë që jam mundësën kush i dën kafsht edhe. Po, tash për momentin është zër pak për kafsht se jo është koha e pjellja që i mjellim nga senet grunin këllomuqet është e nxanme. Po është vend i mirë, zakonisht dimrit mi majt tjena tokat sot dush, me omë kanë. E tash unë du me pyet ty, qysh është këndvështrimi yt, apo kanë qef rinia sot me u merr në këtë pjesë. Këtu, a kanë shuhiq venin? A ka banor hiq, a ka tri në fshatin Grashdanek? Banor të ri s'ka shumica kanë dalë jashtë, po mas shumë pjellë këtu janë, po shumica kanë dalë ta që na vynë krejt jashtë. Gurbetin e ka morë krejtë. Po qaja shumë e dhemshme, qa me ndonë ti për këtë pjesë, a ke pas nëherë dëshirë me shku edhe me jetu në mërgje, me i braktis dhe me thonë vendin tënë, edhe delet? Jo, ne kom provu, kom thonë. E kom provu një vjetë jom konë atje, po... ku je konë Italia? Kom konë Sloveni një vjetë kom punu atë, po... Ma mirë se të veni jotë në altanin s'ka. Do me thonë hisë mujtë mu përshtatë edhe u kthejve. Qa s'pëlqej atje, Granit? Hajde lëvizim pak. Qo është në mëngjes, shkojmë punë. Tonë ditën punë, aksham s'kur ta shojsh se kjas familjen tonë, as atë dhejën tonë, as sen hiq. E pse vendose me shku, Granit? Qka shtyni me provu në është asi eksperiencë, pak mërgimin? E po, ashtë të thënë si kejtë rita shoj një shkoj jetë jashtë, po. Lakmija që thojnë të na, me këshyrë dhe pak jashtë. Edhe në është ta supershtate hiq edhe... Humë për rejti jo, ma mirë se në vend tonin s'ka. Qa me ndënë është ta për ata që shkujnë jashtë Kosovës për një jetë matë mirë kuptohet, po aja vlen me lëshu Kosovën, aja vlen me i lanë të këto pasoni, këto toka, edhe këto gjona për me shku në shtanë mërgjem. Për menim temin, se cili ka punë të veta, adim, nuk s'moj mi thonë pa tjetër, po për menim temi nuk s'moj me nejt jashtë, se ki punë edhe këto ki toka sa dush, veç që je i zoti me punu, se gjallën qysh dush. Fix. Te na pak egzagjerojnë senet se jo që ky farë pune po bën jo kështu po.
Kto janë veç. Jo, a dikush se nashta na në Kosovë pak e kina kështu, nuk miremi me toka me këto ndërkohë që koqën mërgjem, por është e ndershme sikur këtu sikur atje. Po nashta atje shkojnë edhe punojnë për firma, kurse këtu kanë toka, kanë shtëpia dhe nuk e bojnë punën e njëjtë. Qysh e bojnë nashta jashtë Kosovës. Po këshire, zakonisht atje jashtë i kanë kushtet pak më të mira për me konë fermer. Këtu të na sot që në animojnë shumë, alhamdulillah në animojnë, po jo qatë sa duhet. Tash kemi me folë nashta pak edhe për pjesën e ndihmave. Unë e di që je shumë arak edhe në qetë shorit. Sa qaj ki, Granit? Për momentin i kom 40 qenë. 40 qenë. Do me thonë i ki kryesisht deleve apo na prezentën me ta? Kom që vithojmë na qenë shorit, i lirë autokton këtu ujt. A nashta në quhet që këmë. Ajde. Granit, qëfar qeni është kë? I shorit? Kjo është i shorit, po të na i thojnë biliq, ose i thojnë i përzim. Po. Laj, po kjo është i shorit, i që është në gjyrë bardë. A është i shtirë heq kështu? Jo. A i sulmon njerëzit ose... Ta janë ma shumë për kofë, për dhenë. Ma shumë për dhenë, po. Atje, qa? Atje është i njëjti, vishë kjo është ma i ri, ajo është ma i malë. Po. Sa vjeqar është kjo qe? Kjo është 2 vjetë. 2 vjetë, a? Shtiri, alo. Që sa i ki këta qenë është, se unë e di që ti, qëre, tash ti edhe dhet pa pos qetë shorit, kështu ka ngolla, e kështu nuk bën me imbojt. Normal. Po ti i dënë, se për shambull mund është mi pos 2-3 sa për mi imbojt për dhe, po ti 40 qka të shtin me i dosht këta? Unë i du shumë, se jonë qenë që nëse njëherë në shohën dhenë vetë, kanë me shku me dhenë 4 qenë edhe mu do gjysa dhenëve njoni pa najtë e dhenë nuk e le. E për që ta i du, se jonë të lidhë. Besnik janë, e për që kjo në është atë ka bo edhe me i doshta, edhe atje peshon një, është i njëjti me këtë tjetëre? është i njëjti, vish ajo është baba i këtina, është maj malë. Okej. Apo më tregojnë pse do i ke lidhe dhe do i ke lonë zgjidha, janë ma të rrezikshëm kështu qysh? Janë ma të rrezikshëm, ku edhe minë shu krejt, ta jam belagji shkojnë në bërë në i kujtë, hojnë a i qenë ma mirë këtë. Ma mirë më banë lidhën ta, hajtë shkojnë edhe të delet bashkë. Kanjo. Apo më tregon për këto. Që kjo farë qeni është? Kjo është tamon i shorit që i thojnë ana. Kjo është tamon qeni shorit, Tamon qeni shorit. Cili është ai qeni në shta viral në rrjetet sociale, kjo, a? Kjo është. Okej. A e ki lidhjen me to dveçantë shumë? To e kom dveçantë shumë, se këto. Pse e ki dveçantë këto? Se më pëlqen ma shumë kjo. Ma kujton një qenë që e kom pas më herët. E ka pas emrin Sokol, ato e njohin shumica në Prizren. Okej. E sa vjeçar është kë? Kjo është 1 vjeçar e gjys. 1 vjeçar e gjys është kë. Edhe, po duket shumë i madh, nuk e di. Sa e ka një gjatësin këta, po du me të pytë në shta? Me tash me tregu drejt, në varet me qka i monë, nëse i monë me mish, qeni jeton pak ma shkurt. Ma shkurt, po. Mish jo kancerëz, që i thojnë ma kancer, po vot. Po në zakonisht si maj me mish, unë ma shumë i qes tamëll. Okej. Edhe jetojnë pak ma gjatë. Mas gjatë që më ka jetu një qenë, unë e kam 20 vjetë. 20 vjetë ka jetu, një kudër, shtasht para 1 vjetë e bilim ka cofë. Okej. E do me thonë jetë gjatësine pas kanë shumë të madhe edhe po besoj... Po, e kanë dikon dhejmë 15 vjetë, 20, në varet këtë qysh. Unë e pesho që lidhen me ta e ki shumë të veçantë, nështë edhe për pjesën që qyshe tha edhe ma herët o shumë besnik. Po qa me ndonë dishta me të pyt pak edhe një mesazh prej teje për ata që i ke shtrajtojnë qëtë? Për ata që ke shtrajtojnë qëtë? Edhe jo veçantë, po nështë ta kofshën në përgjithsi. Unë e kom po video të të mërshme, do me thonë ja gjyshin mocën qeve, tani edhe kjo. Qa me ndonë për qëtë që rrugën, i shtinë mu rrugë? Ajo është... Tena është shumë kese, qyre. Tash ti kjo pi vjen si mi thoni njëri që rrugë t'i paqare, sa da i shpirë. E kjo nuk din me thonë amon si jom lo, nalu si jom lo, po. E përsa ta disht... Unë i kisha thonë që nuk është mirë, tena është edhe liqë që me të nëzonë denosh, po hapec po morën vesh, për një mesazh i thjesht. Tash qitja vetën tonë në shpirtina. Edhe nështë ta shumë mirë edhe këtë mesazh edhe dishta me prejkë, se unë e kum po shumë raste që mu personalisht mu ka ndhimt. Sa do që nështë na përbut bojnë do gora, do se nëse kam dëgju shumë, te na i kanë ma shumë për te veçajt për bëja, për din? Te na bojnë ma shumë. Nështë ta për qef, ose për, po nuk është asë, se di qëfar qefi do të me pos për me ishti mu rrugë qatë. Te do të me pos shpirtin e zi te na që thojnë për mi rrugë qatë, se... Po te na bojnë përfitime ma shumë. Po, edhe është pak e dhemshme. Unë e këtu pisha dhe disa plumba.
Do me thonë, ju pëmbojsh edhe plumba. Pse i mboni këta plumba këto? Po këta i mojnë për qef. Ma shumë për qef, the që Bobi t'i pëlqejna. Po Bobi ka shumë marak plumbat. I ka 5-6 meza me plumba. Edhe atje, do me thonë i kishe edhe do të lirë, ata nuk ikin që janë të lirë ashtu, a do me thonë që mësum këthejhen. Apo i shitni këta, apo qysh e keni përfer? Ja, ma shumë i mojnë për qef. Okej, ma shumë për qef. Normal kush do me qelë zoj, se këta qelin zoj, ata vini blenë këtë. Ma të regove dhe diçka pas kamerës që the pak i morin edhe qifte që martohen ata të borë. Po, qifte që martohen e vërtejt. Edhe i lirojnë ashtu. Me letra ose i nëshojnë të lirë. Shumë i morin. Tash ti po vim të pjesa e preferume e jutja. Pjesa e delet. Të vetë, të delet. Apo më të regën granet, sa dele i ki? Dele të mëdoja, këtu shtamon të mëdoja, i kom dikun 300 sofa. Afro 300 sofa dele. Edhe kinja të vëjën 200 sofa, rrafsh totali 500 sofa, kajtë komplet. Për momentin. Sa njerës kujdesen për gjithë të dele, është një shumë e madhe deleve edhe. Apo mundeni me ja dalë? Po për momentin mirë është, alhamdulillah, jo mund me Bobin. Bobi për kujdeset ditën me to kur dalin fush. Punë ma shumë këtu ka shtallas, ka punë edhe këtu. Punë ditë e natë? Po, ti më the do me thonë që s'ki as pushim, as kur gjohas. A ndodh në herë me bo pushime jo? Ndodh, ka një herë rrallë, po mas shumë ti nuk më thonë. Që vish kur në ka shku zoti me dekje na pushim, po. Në herë duhet me bo pushim se na i smuja ty bisti ka na i sen. Na hyjnë ato pushime. Po për që ata unë e di që normal që dujnë kujdes në shta ditë për ditë shumë edhe me qenë prezent, se sikur çdo kofsh, sikur çdo gjallës që merr frymë. Po, këto e kanë një pjesë të veçantë se këto s'din me thonë ama jep një gjithë, duhet me ditë vetë shkami që në zakonisht qohëm në 6 mëngjesit mo, dejnë 1-2 jena qëtu. Dejnë 1-2 në natës? Unë zakonisht lej edhe këtu, për çdo ditë. E kom rutinë këto, qona në 6 të se tash shqyqyre kanë kalu, se e kanë edhe lindjen, e kur t'janë lindje duhet pak ma shumë kujdes. Me qenë ma prezent, ha? Qysh është për një djallë të ri me i dosht kaq shumë do me thonë këtu. Unë e prapë po thëmë që edhe njerëzit janë çudit shumë e ty për shkak se je një djallë i ri, 20 vjeçar, që i dën kaq shumë. Çka të bën me i dosht mas shumë ti këtu? Unë e di që me barinjtë edhe fermerët që e kom posë do me thonë intervista, më kanë thotë që janë bekume, delet e ka një farë lloj dashnije ndryshe, apo më tregojnë ty çat lidh me tu? Mu më lidh shumë se janë pafajshme, janë me laçet të Zotit që thojnë ana, që jam të bekuar që është shumë janë të ngushme. Këto s'din me ta kthy një fjalë tonë ti jam me to veç që më kënaq se si është shpirti to kjo me nejt me vaj. Unë për veti kënaqem. Kënaqesh edhe i dën edhe ndoshta edhe po më vjen mirë që një djalë kaq i ri ka kaq shumë dashni domethënë për tu. Edhe po e promovon kaq shumë domethënë punën e ndershme. Se kjo është një punë domethënë që edhe e kishim bo, po edhe si kishim bo nështë. Po, a ke pas në herë nështë a fjallë qka s'ke dosht me i një të kjo pjesë? Kam pas, si rast e plët, po. A t'ka lëndu në herë në i fjallë që ta ka thonë dikush ose? Se ta shti, na shqiptarët maj njëri botës me konë gjithë e gjojnë ani... Ta shpiki një behonet, nëse se ki ta shpiki. Jo, kjo pjesa është, jam su me ta adin komentet negative, i lojmë që ashtu, sot që i me parasysh. Njerës pozitiv, ta shtoj një jetën me jetu. Ka plët. E këta negativat, ata vazhdoj një jetën e re. Po ishe dhe atë qantat edhe kështu, do me thonë, mu më bojnë shumë për shtypje, më pëlqen kjo jeta që e bënë. Këto qantat i morim zakonisht, na i mojnë aspreja gjithmonat, në rrasë se smuot në johë, në i sen, po zakonisht edhe bukën e morim me vejtë. E do me thonë spreja gjulpona ta ndodhë në herë që me qenë, do me thonë fush me to, se ku i lëshani jo këtu? Jo, kënejna si në shojmë orë, për tash t'i kena për pjeta një. Okej. Edhe asaj lëshme është nështë edhe për babën tënë edhe për ty, kush dhe që i lëshani bjeshkve, maleve. Aja është punë e losë me pak, por tash këshyre, lajnë ka rri që rrejnë lodhë dikur. Fix. Kjo është jetë tjetër, në jena mësu. Në kom rutinë dhe me thonë që 15 vjetë këto. Që 15 vjetë je rritë me to edhe se kja... 5 vjeqare. Kom su një gjej ato i dao, i kom telefon tjetër, me 5 vjetë shkojsha në bjeshk. Se zakonisht pikë të ujtë dhe në bjeshk të sharë ku shkojna na, i bojna 3 ditë e 4 natë rrugë. Se na shkojna në kom gjithë. 3 ditë e 4 natë rrugë.
Po rrugën pak. Po e prishin kohën të na thoj. Deshta me të pyet, tash 3 ditë e 4 natë rrugë me i bë, për dikën mundet mu duk, pa besueshme. A flani rrugës, a qysh ja bëni domethënë? Po, zakonisht po flajna rrugës, po shojmë, se jo që lodhen na, po Po lodhen normal lodhen edhe delet gjaja. edhe këtu. Domethënë na nisëm prej Prizrenit, më rrinë në Dragash natën e parë në Dragash flajna aty. Tani normal është Flani pak me naj fush apo? Në fush flajna, ja. I kena po zakonisht tash po flajna edhe në përkerre. Kena A mos e interesant domethënë, po duket para pak s'kena si jetë shumë edhe e mahershme, që është bo, ka pos lezet gjithçka, nështë edhe po e praktikoni. Ti po e jeton një jetë që nështë shumë njerëz edhe e kanë dëshirë. Se dikujt i pëlqen natyra, delet. Po, ajo është e vërtetë. Po është e rrezikshme Granit. Me flaj domethënë 34 natë mi bë rrugë dhe me flajt në fush. E rrezikshme është se kom pas rast ka kena ardhur, të kena ka pas dalë Arusha, është e rrezikshme pak, po. Okay. Të marr përgjegjësi tash ajo është tjetër më vet. Ju ka dalë Arusha domethënë, Po. sa vjeçor ke qenë atëherë? Ka jam kon 13 vjet. Ç'ka e ndjesi, sa ofër ju afrua, ju... A u solen qata, qysh... Që të sëreni që të ishe po, ajo kon me mua atëherë. Ajo është i mashëm shumë. Cili kë? Jo, aja tjetër, Aja tangovi tje, që thash. okej. Në paskon jena konë rallë me fjetë që shtu që shënë dhenë, shketer. Edhe o këlla sa vojtë ora katën, a zakonisht në katët në mëngjesit nisëm gjithë për rrugë. A pas dole Arusha, te na ka pas bo dëmë të dhenë. Normal qenë, ursurën, po. Te na e ki edhe të ndalume për Arusha, nga së një vojshim ku gjoj, që aja boni të vetën edhe shkojnë rrugë të vetë. A ju sulmoj na i dele, na i këngja, diçka? Po, na ka pas bo dëmë, një edhe copa dhe na ka pas mytë. Okej. Po e ka pas shkrume që shtu shka me po. S'ki qka i bën edhe po aututët ju heq, me kën kje ti si 13 vjeqar në atë ku? Më konë atë ko me babin, Okej. Qka bët në ato momente, sa ofër e patët Arushën, se është pak e Arusha s'më rrezikshme? pas që shtu të që. Aututët? Jo, për veti jo, si Jo, tu, a? nëse unë ka ra me po shpesh e gërsina. Okej. Ka ra me po dhe ujtë shumë, në bjerë zakonisht. Po sulmet kështu prej ujgjve Granit, a keni pos na i sulm ku nashta keni qenë drejt për drejt me ujkun ose diçka, a ju sulmujnë shpesh, a janë të rrezikshëm ujqit edhe për njerëzit, apo veç për delet? Për Ujku është i rrezikshëm edhe për njerëz edhe për dele edhe për krejt, po jo, zakonisht nësë s'kena pas. Në që prej që shkoj atje, kur njëherë një jetem një ka që i dojnë prej Katari që i thojnë ana, po kështu me mbo dojmë jo, se alhamdulillah qentë janë krejt për e gërsina këtë. Apo më tregon, hajde të pak të ky qeni këtu, Po. kjo është kangalla apo qeni shorit? Jo, qeni shorit Okej. është edhe ky. Kjo është kuder, Okej. tamë. E dishta me të pyet Granit, qysh funksionon kur një ujk tenton me hy domethënë turmen e dilë? Çka bojnë ato momente qatë? Në ato momente ku janë asi, këta ka nerën u ki e ka shpejtësi. Këta janë i nerën nuk i të afrohet. Prej larg, unë e Po, prej kam dëgju që domethënë a e din me sa metra ose kështu? Po Se pa kam morë dëgju që pa asysh sa është larg që janë i nerën. Edhe Okej. din që po afrohet, ta zakonisht rrethohen të lënë, ti mojnë rreth. Ose këtë qenë shkojnë masukit e njekin maserës. E njoni rrin të lënë. Tatë mitë kanë që shtu të zakon. ja i kam punë të ndome edhe I kam qanë. punë të ndome se cilë, një shkon anë, një këne. E me sa qanë nisësh domethënë Granit për rrugën Bjeshtësharit, tash edhe një 2 muaj domethënë Po qenë më herët, atje sezona. më herët i kom marrë krejt, po tash të ko pak problem se shumë shtëpia, shumë sene, po duhet ma pak i marrë. Zakonisht i marrë kudrat me veti, që ta krysht e ri. Qenë të mëlaj se më po marrë, se po bojnë dëmë. Po. Se po na bjenë mu rastis rrugës për shembull me në fermer tjetër, a sen tani po bëhen copa qenë të ma mirë kështu. Ma mirë nuk rrezikon Në kombi është e shumë, po. te veni atje ne. Po atje që është jeta Granit, apo më tregon domethënë. Se bashkë po më intereson çka ka domethënë atje, është male, keni një lloj bujtine që e përdorni për vete. Atje është jeta më mirë se në Stamboll që thojnë ana. Ki ajrin e pasur, Bjeshk. ki po, ki ujin e ftohtë, ki kodrën del shëtit, s'pengon kërkush e ki qetë. As televizor, as telefon, as kërgjoj, shkujt rahat. E qysh është me jetu pa televizor, pa telefon, një djalë 20 vjeçar që tash ti krejt rinia e kina për rrjetet sociale. Për momentin po unë e jam mësu, unë Ti e mësu, Kallzoar po prej qysh moshës. është kallzona prej një perspektive tone, domethënë, çka ndjen ato momente qetësohet shpirti, ti po dukesh shumë djalë pozitiv, shumë i qetë. atje zakonisht kur s'ki telefon, s'ki kërgjoj, ki kryt të hat, qetësohet kryt, kur gjen këtu,
që mu m'bjen ma shumë këtu me punu tash se tash ma i madh bobi, Po. ma u ljoll, po m'bjen me toka. Po ma herët kërë m'kon atje, ose m'bike men as telefoni, edhe këtu kërë isha arrisha telefoni. S'mbike men, jam mësu, mo jam adoptu me atë vend. Me bëj shallën si për para që s'kam pas sen. E që shush me jetu pa telefon. Shumë mirë është vallaj. Shumë mirë, kryt Shumë rahat, sta ngarkon kërkush Kërkush nështë me ishte, lojme negative, Ja, me ja, ja. mesazhe Si negative. për para që thëshin s'ke morë vesh as dek, as dosëm, as kërgjej. Po as te do me thonë kur shkojsh atje mbjesh Asëm, as hiç. dek as dosëm nuk... Veç me dhajnë që shtu, tomën me veti, edhe shtogën hajt. S'ka. E atje me qa ushiheni tash, a merrni ushimin me vete, do me thonë i bëni rreth 3-4 ditë qyshe thamë edhe ma As- herët rrugë, qyshe siguroni ushimin atje? A e Ushimin- preni na i këndj, na i dele, a qysh... Po mishin e bojnë anë atje, po zakonisht për rrugën na bin prej këtuit. E bojnë në Okej, shpil, po. na bojnë... A është rruga Mollë, mollë, asfaltume? A de atje? Jo, ecim na për mal. Edhe a de- nona motra, do me Ja, thonë... ja, këta, kështu të vinë me kërë, se tash mos po thumë me Po, dhenë, po, a kështu po. në kom në për mal shkojna. Po, se me vat nuk... Dejtë e veni atje i kena rrugën e asfaltume, po. Okej, do me thonë edhe ja An- sigurojnë ushqimin kur ke... A ko vol atje, a ju? Jo. S'ka vole, S'ka qysh vol. mirën i vesh o granit? Dalim katune, kena restorisin Ah, atje të shkoni ofër. ma poshtë, Po, do e me kena thonë. katunin aty. Po. Po zakonisht kur na vy në i sen. Se edhe atje ndollë, s'muot njeri. Mu po më bën përshtypje dhe gjithë më ka bë përshtypje kjo ti sa do të thonë me dhe dhe kështu dhe bashkë po më intereson me të pyet nashta po të bombardoj me pyetje po Jo, më intereson edhe mua dhe audiencës nashta ç'është është jeta dhe atje dhe me këtu kofsh kaq të bekume. Ti the që në çantë mon edhe gjona kur s'muet do me Po. thonë një dele. Çka edhe një herë nëse më nësh me na Po, cik, mojna- shpisa qa the diçka? zakonisht mojna antibiotika, me strejp ata që jon fremeri din. Zakonisht për kingja i mojna ma shumë, se tash janë shu, është koha kingja që dalin në fush. Po. Këta lollën prej kanve, e i mojnë me veti, bobi e jep. Sprejin që i këshyrin prej kanve, kur asi jënë. E çka smuhen ma shumë vetë, të thëmë shto? Mas shumë di për momentin, Qa ma e theksume ma? për momentin e kena pas problem që atëherë pak para se me dalën pra verë për i bryma, Plej? për i brymës, se na i Okej. thojnë ajo që buhet barë toka, ajo i prejkë në mushni të barë, në frimarje. Po zakonisht, Okej. A eskalon dhe i me vdekje, nështë me fatalitet, diçka, ose po nëse e ko dhe prejkë po. asi roste, nëse Ko e dhe asi prejkë roste shumë shumë. dhe kështu po. Atë njohin delet, granet si pronar, po besoj që po nështë qysh i thirë ti këtu? Po si thirë i krejtë, një kom dalume, e kom drenushën edhe një tjetër, drenun, ato vinë edhe në dorë, sa dalë për varë, ato vinë mas meje gjithë. Okej, ku janë ato? Që ato s'pishë është ashtë për momentin, Janë shku dikon, a? po tash t'jën mas kingjave të vetë. Tashti, unë du me të pyet edhe për një pjesë tjetër, sa do që i dojnë edhe krejt, nështë a ko fitim të, sa po kushton një dele, sot, granit? Po për momentin Një fitimi është, dele, e kon fjallën, s'di që shi selektoni kështu edhe me çmime, apo më tregom pak? po zakonisht tash për momentin po shkojnë me kile, për morin kile. Sa po kushton? Kili është 8 euro për momentin, kili jam mishit. E lo, po s'është pak më lirë, po e lem është. Po për momentin qëta është të shku mirë. Në varet çfarë e merr, për shembull kingjat i ki. Sa po kushton një kurban, tash është edhe pak festa Po, kurban zakonisht. bajramit, sa po sillet çmimi? Valloj, 250 euro, 300 që t'i pari kanë me shku si vjetë, po besoj. Okej. Po nër 200-250 nuk shkoj. A ndikon inflacioni, rritja e çmimeve, këto gjonave që bën krejt, tash edhe nafta është rritu dhe këto, a ndikojnë edhe të çmimet e dhanëve? Po ndikojnë edhe kënej ka pjesa jonë, se edhe na me naftë e meksisane punojnë, asa kënej normal. është me toka. Po. Po ndikojnë. Ndikojnë, do më të rritet çmimi, kur rritet në produktet e tjera edhe të delet pa Ndikojnë shumë, e vërtet është kjo se Granit, për dikon mundet mu duk një çmim modest, nështë për njerëzit që e kuptojnë çmimin e që merren me dele e din sa shkojnë. Po nështë dikush që s'ka po kur dele me syt vetë edhe i duket i shumë. duket shumë. Qa i kishe thonë atyre që i duket 250 euro për një kurban shumë? Ati që i duket shumë, kisha thonë nëse do me po pse është shumë, hajde me mu një ditë, kështu e një ditë zakoshme edhe të kallëzoj pse shumë, po jo. Qërë, se tash tune për shembull që delen e modhe e ushej, e kanë barin e vetë, e kanë hyshimin e vetë që e bujnë. Zakonisht, te i dje kanë hongër, dje kanë nalë, se tash më ka dalë versina. Po, ja, o Që do me dole. thonë vish, me thonë për një mu i han dikun 150 euro vish një dele. Okej. Ja. Që kjo Qa është? kanë delet? A më nësh mja hek qa Po që shte.
I pas ke pak të shtira delet. Jo, tutën. Janë tu që i në ornana, shta? I ka tut, se s'kan Po, do me thot ti the që atyre që i duket shumë qmimi deles, le të vinë me mu një ditë zakonshme dhe le ta shohim punën tam. Po. Edhe shumë një që edhe këtë përgjigje, qysh deshta me të pyet, jo keni do me thonë afro 500 dele, aso ke? Po, 500 sopa 500 dele. So sillet, a keni investu het, so sillet do me thonë pasuria me dele? Pasuria me dele sillet Me një shumë. mesatore. Mesatare sillet shumë, si me po... E thonë, shtash me shqip kejto, më jush me bo një jetë luksi. Po jeta luksit. So që t'jep në sen, këta t'jopin diçka, se këta, për shembull, në kurban bajram. Një mesatore, 200.000 euro, 100.000 euro. Po Qa tash, shto sillet? sillet edhe ma shumë, po mi. Hani, pelojna 300.000 edhe. Që Do ty me pelojnë? thonë, pasuria afro 300.000 euro është këgja pasuri që shtë edhe marret mi shit ashti këtu e bëj një jetë luksin, Po. është atë një jetë në s'ki nevoj me punu. Shtë Po, vërtet. ju nuk e keni atë plan edhe. Jo, se kom atë plan, unë e kom Po, atë pi plan. bjem fjolla që njerëzit që s'ja kuptojnë vlerën është. Po, e vërtet, asun s'ja kom ditë lejër me i farokti, po që tash t'ja di. Qa të boni granit me ja ditë vlerën? Po me ja Hajde, ditë lëvizim lejën, pak. ka dush. Po. Ja të mboni me ditë lejën se... Kur kje në mërgim një vit në Sloveni edhe nashta e pe jetën atje edhe jetën këtu edhe që s'mujtë mu adaptu i per rrugat atje, a ke punu në Po, Sloveni? kom punu në Sloveni. Sa i nxershë për shembull rrugë në Sloveni? Po zakonisht atëherë kom zerë, ma shumë se 600-700 euro s'm kom zerë. Okej? 600 euro të kanë Qa met ty po pari? qa po thu? A, Jo, rrugë? unë po thom rrogë, se të Okej. poshta s'm kanë met as 200 euro, po. E qysh 600 euro qa punoj që ti atje? Kom pas punu në furrën, e. Okej. Kom shok, Po për shkak pasion se shumë. pasion po. Më pa të preferu një shok. Mhm. Po qaq, për para as jam pagu shumë. Këtu të na Po. për shembull i Që sa e kon ti në Sloveni? Unë e ka që më vonë që 70. Okej, kur e Nuk kon thoj. Majrin, është Majri, po, po. i shumë Majri, Që thoj. i bjen fëmi pas je shku atje. Po pisha atër që te ke kuptu në është ta. Prej atëherë po. A ki familjar në mërgjem? Kom. Qysh ma po gjallare, thojnë, po. qysh po është jeta atje? A të morin lakmi ty? Shumë. Qa të Unë thojnë thojnë? plot. Kom familjarë që më thojnë, ku më kthy edhe na si ti. Shumë e lehtë, bi thonë, unë vish leje edhe hajde. Toka bën ti investim, keni, po, e bën një investim. Alhamdulillah që shka të Po. shesyni këtu të poshtë, këto toka tona janë. Okej. Jo, do me thonë, ta shte edhe me toka dhe me sa ne, vlera halo ma e madhe, pasuria halo ma e madhe, gjatë të cilën shumë njerëz nuk e kuptojnë. I kanë, është ta kanë halo ma shumë toka se sa ti, po kanë vendos, ka fshatra në Kosovë, granit që janë braktis plotësisht. Asnjë njeri nuk është në to. Po çka i bën njerëzit, se qëre ti e the shumë mirë ma herët e bënë një krahasim, ndoshta edhe që me faktin që atëherë janë ko jetat ndryshe. S'ka pos nështë as internet, as kur gjo, po që i ka bon njerëzit me braktis këtë vend ka gjithë bukur. Edhe mos me umirë hiq me blektori, as me bujtësi, as me kur I gjo. ka bo shejeri. Ka dalë shejeri që thojnë ana si përpara këtë natë. Mos Po. del shejeri se prishësh. Po jo. Qëre, katuni e ka lezetin e vetë. Po. Katun ti për shembull bësh pa marrë parasysh atë është një shejeri se më dalë me bërtit as kërgjo. Se më mon as dele as sanish. Po, fix. Këtu që. Shu ish as shpi as kërgjo. Qej. Autostradën që nuk na ka për zoti. Po, keq. Autostradën nga të krejt, nga që me dosht pak një punë, me shku me kry, shkën nështë për shumë pak minuta, ku dush të lidh me cilin do qytet Po, dush. vallai. I pas ke dhe do dhija atja, po? Po. E ato a i mon për qef se zakonisht kush mon dhe i kish edhe disa dhi pi mojke. Pse? Pse Këtu i kështu? mojnë zakonisht, po kanë tomël të të ma shumë. Okej. Edhe ka, po unë i moj ma shumë për shqep. Këtu janë Sa të mija viti? se janë dykun 5 sopa, s'ka ma Ah, shumë. s'pas, Edhe i një shumë i hako, mrena pasit 6. Po këtu i moj se këtu zakonisht kur on zejt, vend e kanë ma problem me hecë, se këtu hecin shumë. Po, e di Këtu se heci. këtu do me thona për bjesh, na për mole, këtu se kam problem. Se kanë problem, as këtu se kanë problem heq, pa lefan zejt me konë, këtu të qohen hecin. E këtu vend e mija e mësu, si qohet kjo dhe jamall, e këto kej kanë me shku mas. Okej, do me thonë për që të mi ma shtru pak vet. E këto mas dajnë me shkojnë kejt, janë mësu, alhamdulillah mirë, se ka dhe këshia që pranojnë me dhajnë, vrahën, shka Po. zboj. E këto janë mësu, janë edhe pabrina, janë Pas ke alpine, dhe shqipë. Eva, të, Po. po. E dishta me të pyet, tash ti, pse për shambull po mon ka shumë dele edhe dhi nuk po mon? A vetë është qefja, çka të bën akoma shumë fitim nështë me dhi apo me dele? Qëre,
Te na nuk është veni për me mojt dhise, me kon veni, se dhit kanë marak thera, kanë marak dush. Thera po, i kanë sfidat qef ato. Vend mund është mi mojt në livole, për shembull. E këtu te na s'ka, po këtu mijat e alhamdulillah janë mësuar me livole me hongër kullosat vell. Po. E kështu që pi mojt. Do të thonë për shkak të venit. Po, vish për shkak të venit. Tash ti qumshti, ti më the që qumshtin e dhenve, deleve, e shet edhe shet, do më thonë, so shkon litra e qumshtit, Granet? Po unë tomën nuk shes, unë shes djath më shumë. Djath e shet. So shkon është kilogrami djathit deleve? Vallai, vitin e kaluar ka shku 13 kg. Okej. Tash për si vjet nuk e di sa do më na shku. Po ta shohim gjatë kohës. Se tash talos është vogël për djath. Se tash ti kena kinxhat, një dej për Bajram me kinxhat. Dhe njëherë me kinxhat tani janë e kur është koha e djathit? Koha e djathit mas kurbonit me njerë, si shiten kinxhat. Me njerë fillon mjelja, fillon krejt. Që kë, sa mujt po? I ka 3 muj mas shumë t'i s'ka. A dojnë kujdes kështu po menej kinxhat edhe edhat, qësh është dallimi? Kush don ma shumë kujdes apo është i njëjti? Kinxhat dojnë pak ma shumë kujdes se edhat. Se edhat janë ma dzut qohen vetë. Kinxhi nuk qohet kollaj, për shembull kinxhin duhet me këshir pak ma shumë. Për shembull nëse një edh lind sot, sa ku i duhet me marr veten edhe ndoshta me qenë muçu edhe kështu? I duhet veç një orë ko. Veç një orë? Okej. Se këta edhe kështu ndoshta që i dojnë ma shumë sfidat edhe kështu na për male, na për bjesh, na për thera. Jo, edhe kinxhat e kanë qashtu, zakonisht për një orë qohen. Okej. Se kam atë problem. Po, ndoshta koha e rikuperimit edhe me marr veten edhe me dalë. Po, i vijnë pak ma shumë për me dalë jashtë, po. I vijnë bile një 4-5 muaj i vijnë për me dalë jashtë. Po. Ti the që ki do me thonë edhe vllazën edhe krejt, a kanë plane me ta vazhdu ndoshta këtë farë? Po, unë alhamdulillah i kam edhe motrat, i kam shumë, sa motra i ki kisha? Kam 3 motra. 3 motra, okej. Kam motrën e madhe, edhe motrën tjetër, motrën e tretë. Ato janë ka temin, me ato shumë bile i kanë njerë i këshyri në vend, sidomos verës, kër janë puna sezona verës për livale, se në krejt me këta i kuj. Tash për vllazni, ata janë hala të vëjt, tash ta shohin, për rritën edhe ta. Po do me thonë, mu më bën përshtypje bravo i qoftë edhe motrave tua që i dojnë edhe të ndihmojnë, ndoshta te kjo pjesë. Qëre sa do ku do, këtu janë të bekume e krejt, po ndoshta fatkeqësisht gjeneratat e reja e kanë ma problem. Po tjetër sa është që ju jeni rrit ndoshta me këtë farë pjesë edhe i doni ma shumë. Po motrat e tu, a keni pos nëherë mendime me i largu vet? Po për menim demin jo, sa... Po kështu, a ju ka shku nëherë në ato biseda që i bën njeri me familjarë dhe me dorka, kur hani dork ose drejk bash, me i largu, mi hek. Krejti jo. Okej. Po me zakonisht... zvoglu numrin ashta? Kur i kena pas, pra një 5-6 ditë, kena pas ma shumë, i kena pas ofër 900 copa. Po? Kena buk si biseda, i kena hek shumë icën. Po tash zakonisht, apet jem të dashtë me shtu, alhamdulillah, kjo smet, mu isha me shtu edhe pak. Okej, ki plane, do me thonë prej 500 copa dhe hala ma shumë me shtu. Hala ma shumë, kjo smet. Sa i kini numër që ki qef me ba? Po në 1000 copa, s'du m'janë shu heq, dhe të bohën tash 1000 copa. Dej 1000 copa do me rrit numrin. Po prap Granet, a mund është më kujdes për gjithë tu? Nuk e di, kështu duken shumë të lira, shumë që binden edhe krejt kjo, po prap është numër këgjaj. Sa ta kom babën gjallë, jem gjendje mi bo 2000 copa, se vetë me babën, një di sa kom kapacitet. Po tani kurse kom babën s'kom pranje, se për çoban tash për shembull për punëtor u bo shumë problem. U bo problema? E pagun punëtorin 800 euro s'vjen. Okej, do me thonë rruga, jeni në gjendje me asiguru 800 euro në rrugë që po besej as dikon më rigjem nuk të mesin të poqa, edhe nuk janë të interesuar. Nuk janë të interesuar, se unë kom për shembull që tash të kom një punëtor prej Shqipnije, që po vjen nashta, me ka thonë tash inshallah do zoti vjen për mbjeshk. E paguhet 800 euro në mbjeshk ose 900. E ka bukën e hek, cigaren e hek. Po tani kur gjen puna këtu s'vjen. Edhe kur ta shohësh hiç vjen, e veç një shtok, me mor komin shullën tas me miel as kurrë. Do me thonë prap s'ja dën me punë. Prap s'ja dën. E pse Granet mendon që ka orë që kjo ditë? Se te na me një fjalë, ma herët janë keq trajtuar shumë. Puna çoban do po i trajtuar shumë. Qysh ka qenë ma herët një çoban jeta edhe puna një çobani edhe qysh sot, Granet? Sot i kanë kushtet shumë të mira, s'punojnë. Përpara i kanë pas shumë kushtet e këqija dhe kanë punë. E pse këta kështu se pak një farë? Se tash mo, ka dalë moda që po thonë na.
Moda e rrjeteve sociale. Ka dalë TikToki, po kanë fitime shumë. A mos vetë çfarë fitime në TikTok e hub krejt kohën edhe në fund nështë aty e këshyrë dikon që del live edhe aty s'met kur gjo. Ati i shkojnë parët, ndërsa neve s'na met kur gjo. Po, shumë e vërtetë se. So që merrna me live në TikTok, po kometnime që gjithë shumicën e përqinjeve ta merr TikToki, kur ta shkruajsh aty sens këtë hiç. Po qa mendon ti për rrjetet sociale, që janë një marketing shumë i mirë, kërkush nuk është kundër atyre. Do më thonë, është një marketing shumë i mirë. Ti që tash ti me dosht me shit ki në gjamë mënësh me një video në TikTok, nështë edhe shkën kudo dhe i shet. është marketing falas. Po prap, a mendon që e ka prish rinin sot? Po ka ra TikToki, shumicën e ka prish rinin, sidomos se s'po puni tash që pa morë parasysh jo veç rinia, po shallë njerëz që janë me mosh në TikTok. Që alla unë e përdori TikTokin është e vërtet, se i kom po dokumente jo ati po përdori TikTok, unë e përdori TikTokin, po nuk e përdori në njërë që s'duhet. Po, për shembull ti me nejtë të ditën ato edhe me shpenzu kohën tonë edhe ato se bën edhe. E shpenzoj kohën e lirë, sidomos me njerëz që një. Po, në rrjetet sociale, po nashta ju tën kohën me qenë aty. Që kjo do më thonë është i rrezikshëm, a? Po, kjo është pak për njerëz, si nxo bestina në hec. E pse, ka pas një rast ku ka tentu? Ka pas një rast, ma ka njek një punëtor këtu. Ku? Po jo, kur ti vërtas nallet, që ata pak një. Bindet, po, nallet. Bindet. Jo, tash ti qatë këgjat rrezikshëm, po prap e di që kur është edhe pronarin është atë të sëmujna, se unë nuk është tut në afert kështu, po njëherë bëhet që thoi. Po, njëherë ndolla, ja. Njëherë bëhet, po. Po me bo me të hongër që kë mu së mbynë kur gjo, tjetër veç me shku. Granit, tu me të pytë se ti e ke bodhe një intervjist tjetër, edhe ke posë shumë komente, po tash ti i kum po do komente që qikat po të dojnë. A pe ki probleme gjithë nuse, ose a ke gjithë? Për momentin e haloju. Halo single-ja, për ato që janë kote interesuar. Pjallojmë kohës, kur nga ka që zoti, me fatë një. Po a ki problem kështu nështë ta me gjithë, se ta është i kum një shumë fjallë që këta që do me thonë njerëzit që a merën kryesisht me punë të shotit, do kanë thonë që është problem, unë nuk menoj që është problem, se ko shumë qika që e dujnë katunin, e dujnë këtë punë, po ti personalisht, qësh është jeta katunit, është për mu që thojnë, se këtë punë e vojone, për shambull gryja em që donë me qef, mund marë që s'do ne e ka punë të shpijës, mund me nejtë të shpija, normal. Unë mjafton bukën me ma vojë që të sene ka shpija me nejtë babus në nanës gati, për tjerat është në regull me mu. Unë si thonë paqare ki marë të lëndë, po ki marë me mjell delet ose diçka. Që unë alhamdulillah e kom nanën me babë, ta jenë të martu që sa, po kur ti këshysh barabart kanë me hi me mjell, ato e mësuma. Edhe ajo jem, qatë kohës mësohet. Nesër mas nesër kudo që është kismet. Se e shë që prej qëtive po morri me hangër me pi, me punë në krejt. Po, unë po thëmë që ka shumë njerës, shumë qika dhe shumë djemë që i dojnë kështu që nuk është fërë problem, po prapë këmë dëgju shumë fjallë dhe dhe me të pytë. Ta është i për të ngacmoj pak. Nëse gruja të kishton mi he krejt delet edhe me shku me jetu në qytet. A i kish he graniti delet me shku me jetu në qytet. Ose në mërgjem. Je, po. Kur njët? As gruja s'kish bo me hek. Ja, as gruja, s'u nga bo as nona, as kërkush lemo gruja. Kallzojnë vak, jo. Një përgjigje për gjitha ta që... Nashta krejt si kisha hek, a vedin, po të bile gjysën e kisha moj gjithë, kur se hek. Granit, ke shumë qef me bisedu me ty, prekëm shumë tema edhe po besej që shumë njerëz do me thë kanë me u knosh me këtë intervjistën që e kena realizu sot. Ti një djallë shumë pozitiv, shumë punëtor, një djallë që e dë natyren, shumë i qetë, shumë i buzëqeshën. Krejt kjo në ashtë atë ka bo bjeshka dhe katuni, ka që qetë dhe ka që pozitiv, apo qysh? A je konë gjithë qështo? Jom konë gjithë qështo, ne jom su me konë qetë. Në qetësi në për bjeshka, në për vend, po dhe me njerës qetë. Po mirë se me nejtë qetë s'ka. Fiks. Do me thë, atë ka diqka që të bë nervës ty, se të në kohën po buzëqesh edhe pesh pëna për cilë edhe ne edhe një pozitivitet, një loj qetësie. Ka raste që bona edhe nervës, po apet e marrë vetën me qetësi. So që... Kur bëhet nervës graniti? Qka e bën mu qetësu? Kur të bona nervës, zakonisht e ndajde në gjithë. A, do me thëmë, vetë qetësuj. Granit. Apo ma jep edhe një mesazh të fundit për gjithë këtë bisedë që e bënëm, qaj kështë thonë trive sot, që kanë qef me u merë me blegtori, bujtësi, me dele, me dhe, me dhi, do me thonë,
Çka i kishe thonë ti? Si një Kisha djalë i thonë- ri, 20 vjeçar, që i dën kaq shumë domethënë delet edhe natyrën edhe po jep kaq shumë mesazhe domethënë pozitive edhe të krejt audienca shqiptare. Ju kisha thonë ma mirë se më merë me blegtëri, më merë me punë tua s'ka. Se qysh po punon jashtë, me punu në Maltanin është ma mirë. Mi kallzu edhe na, botës që jena mujna me bo edhe na vetë, shka do, jo vish ata jashtë. Po, kushdo që vish një ditë, një ri mundet me më thonë, jëmë të dosh më merë me blegtëri, e ka derën që i marë me morë, bile 5 sopa dhe në folja dhe. Ja, okej, mi a dhoni kran ashta kështu edhe Për bravo. çka do, jo vish për dhenë, për qenë, për çka do një përkroj e ka prej gjithë fermerve, jo vish prej meje. Unë e di që njerëz që merren sidomos me dhe dhe kështu e kanë një lloj mirësie se çu e thashë edhe më herët janë dyqysh të bekume. A ka ndodhur që i ke fol njerëzve? Ka ndodhur shpesh po besoj kingja, dele. Ajo është gjë normale, Po. me një mund njëri tjetrit. Për Po shembull, kur i ke dhënë dikujt ndoshta fol diçka, atu ka kthy në mënyra tjera. Apo na kallzon ai Po. rast ndoshta kur që hiq ma larg kur të kallzoj para një javë më ka ndodhur, se zakonisht tot ashtë në pjellshmëri, ka njëherë pjellin i këmena këto matreja që janë kur të lindin, ja i coft, në gjia e myt, janë ajsen, e ato tani, për shembull, dikujt ja ke dhënë ja lyp ai ta jep, që shto shkon kjo punë. Ti jep, ai ta jep. po edhe çështo domethënë shkon kjo. Po nuk do me thonë që ti m'ja dhon dikujt ai me ta kthy paçare ti. Domethënë ja jep dikujt fol edhe nuk e pret në kthem. Nuk e pret me ta Ta kthy. kthen mo, zotin jo. është mënyra tjera Po. edhe. Edhe një pyetje tjetër, a janë rezistente kështu ndaj motit? Jo, po shihet që i keni këto edhe ohrat ose çush me kujt ndryshe, po është problem kur merr shumë ftoftë ose diçka? A prish punë moti, a lun rol të Po delet? lun rol pak të, për shembull kur Okej. e kanë shi dhe kur frynë këto nuk e kanë qef, se domethënë qyrin pak me hec, nuk Po. rrin, nuk bojnë vend. Po edhe nuk e kanë problem se tash për shembull dej vonë rrugon ku ka kanë fjet mrena në ajë. Tash po flen jashtë se tash po. Po, se tash Po, te nëse- pram vera. Po si të prishet ku apet mrena kanë me ty. Granit, që thash edhe marret, ke shumë qef me bisedu me ty edhe me shpërndon një shembull pozitiv të krejt audienca. Na të përshëndesim shumë, të falenderojna shumë për pritjen edhe për kohën që na ke bo. Edhe ti më the që prej 500 e ki mendjen me i bo një copa, inshallah të bojnë 1000 Amin edhe inshallah. të shtohen edhe të urej shumë sukses. Faleminderit edhe juve Faleminderit shumë. shumë. Kaloni mirë punë të marr. E na bashkë me Granitin ju përshëndesim prej Prizrenit edhe shihemi prap me njerëz tjerë që punojnë tokën ose merren me blegtori bujqësi na për fshatra tjera të Kosovës edhe krejt shqiptarisë.